rikthehemi në studio, pra miq të dashur, por rikthehemi në studio me entuziazëm të shumë. Pra tema e ditës sot me mos harrojmë është fëmijët sot mes ndryshimeve psikologjike. Dhe kush më mirë që do të na diskuton këtë përveç se të ftuarës tonë që e kemi këtu në studio. Psikologët dhe psikoterapiste, zonja Arta Poshka Qoku. Mirë se erdhët, faleminderit shumë, është kënaqësi që ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Zonja Arta, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Një temë Të flasim njerë, përpara se të kalim tek tema, të flasim si janë mëngjeset e psikologëve, më thuaj. Ku gjeni ju rehatin? E kapni telefonit, shikoni kush, a ju kanë shkruar pacientët, a kanë halle, a kanë derte, të tjera. I hikim telefonit. U hikim telefonit. I hikim telefonit, përveç obligimeve të cilat mundohemi, përpiqemi t'i hikim sidomos rrjeteve sociale, sepse ndikimin tashmë e dim, po me vështirësi u largohemi, ka ndikim negativ në përditshmërinë tonë, sidomos është mendoj e dëmshme që ta fillojmë ditën me telefon. E sidomos mëngjesi dhe nata, domethënë para gjumit nuk preferohet asesi, mirë po edhe në mëngjes ja që nuk është mirë që të përthithim shumë informacione të shumta të cilat mund t'i gjejmë në rrjetet sociale. Po psikologët ku e gjejnë qetësinë? Ku e gjeni ju mbështetje? Tek psikologu tjetër. Gjithsesi. Po. Ne nuk ngurojmë t'i kërkojmë edhe kolegët tonë edhe të bëjmë konsultime me ato edhe të mbajmë edhe seansa me falas kolegët me shoqet. Mirë, atëherë të kthehemi temës të cilën e diskutuam sot me shikuesit tanë. Pra, tema është fëmijët sot mes ndryshimeve psikologjike. Tash, nëse kthehemi retrospektiv, përpara 20 viteve ose 10 viteve, përpara 10 viteve, kemi një evoluim drastik të ndryshimeve psikologjike tek të rinjtë të flasim, pastaj të kalojmë në dimensione tjera edhe tek më të rriturit. A e shihni këtë fenomen, zonja Arta? Ndryshimet e mëdha që po ndodhin? Po, për fat të keq, ndryshimet janë aq të mëdha edhe aq të shpejta në kohën e fundit, saqë edhe fëmijët si fëmijë, edhe pse janë themi si syngjere dhe thithin shumë shpejt, e kanë të vështirë ta kapin këtë ritëm të zhvillimit teknologjik, të zhvillimit të rrethanave, të ndryshimit të madh të rrethanave që ndodhin në këto vitet e fundit të erës të teknologjisë. Kush po e kap këtë ritmin më mirë? E kapin fëmijët ritmin më mirë apo edhe të moshuarit? Sepse pak a shumë para emisionit e diskutuam që fëmijët po evoluojnë me një shpejtësi marramense, mirë po unë mendoj personalisht mendimi im, mendoj që prindërit apo më të moshuarit, më të rriturit nuk po mund të ballafaqohen me atë ritëm të cilët fëmijët po e përjetojnë çdo ditë, qoftë ajo me rrjetet sociale, me inteligjencën artificiale, po ashtu edhe me gjithë botën kompjuterike digjitale që po e jetojnë ata. Mirë po ne më duket që jemi ata që më shumë nuk po mund ta pranojmë këtë fenomen që po ndodh, ndërsa fëmijët mendoj që po ambientohen më lehtë. Bombardimi i ndryshimeve teknologjike në përgjithësi ndikon te të gjitha moshat. Domethënë për të gjithë ne është diçka e re ky ndryshim kaq i madh. Dhe secili në mënyrën e vet po përpiqet ta përballojë këtë ndryshim. Mirë po, fëmijët sa i përket teknologjisë kanë aftësinë për janë të erës të teknologjisë dhe e kanë aftësinë për të përshtatur më shpejt në ndryshimet teknologjike. Mirë po, ajo që për fat të keq që mungon është mbështetja edhe një stabilitet emocional i fëmijëve, të cilët normalisht duhet ta marrin nga rrethi, duhet ta marrin nga të rriturit, edhe duhet ta marrin hap pas hapi, duke filluar nga fëmijëria, nga familjet për të cilave dalin dhe në shkollë e në të gjitha rrethet sociale me të cilat rrethohen në moshën adekuate. Është një temë shumë delikate dhe shumë e frikshme, sepse po jetojmë në një botë e cila po zhvillohet me hapa të shpejt, por edhe ne si prindër nuk dim t'i perceptojmë, nuk mund të jemi në hap me kohën dhe shqetësohemi shumë tek fëmijët. Po edhe fëmijët të cilët po zhvillohen paralelisht me zhvillimin kohor, po edhe ata nuk dinë si ta emërojmë. Këtu kemi një ndeshje shumë të madhe, prind, fëmijë, mësues, nxënës. Kemi këtë trinomin e famshëm që s'dim se si të sillemi, jemi në një tranzicion shumë të frikshëm, do ta quaja. Po, është e vërtet. Ajo që i dallon fëmijët nga të rriturit është se ato janë të hapur për ndryshime.
Fëmijët e sotshëm, domethënë janë të hapur dhe I pranojnë domethënë më lehtë ndryshimet. Ajo që mungon të rriturit është që ndoshta edhe që s'mund ta kapin ritmin e ndryshimeve të mëdha, por edhe qasja është pak më konservative, do thoja unë. Domethënë edhe e mësimdhënësve, edhe e prindërve, ndryshimet ndodhin, ne nuk mund të tentojmë tani të rrisim fëmijët siç na kanë rritur ne. Ka ndryshuar kokrat, ka ndryshuar gjithçka edhe ne është ajo që mund të ndryshojmë është qasja jonë ndaj ndryshimeve. Domethënë të përpiqemi në mënyrë që të ndryshojmë ne, që të dim t'i përthithim ata. Po, po kjo nuk ndryshon brenda natës, ne nuk mund të ndryshojmë brenda natës. Mjafton që qasja të jemi të hapur për ndryshime dhe për t'i pranuar ndryshimet. Domethënë qasja të jetë e hapur me fëmijët, edhe të folim, edhe t'i pranojmë, edhe të flasim për tema, domethënë që mund të kenë qenë tabu për ne para një kohe, por që të qenurit prindër na detyron që t'jemi të hapur për këto ndryshime dhe bashkërisht të dalim ballë. Realisht nuk don të dëshpërohet sigurisht për fëmijët. Kështu që detyrohemi që ndryshimet gjithmonë janë të vështira, qoftë edhe për mirë edhe për keq. Domethënë janë të vështira, edhe njeriu e ka të vështirë të ndryshojë. Mirë po është në favor në dobi të fëmijëve tonë, në dobi edhe tonën si prind që mos ndjehemi inferior ndaj ndryshimeve që ndodhin dhe mos jemi jashtë jetës të tyre dhe jashtë ndodhive të jetës të tyre, e kemi patjetër. Zonja Arta, unë gjithmonë ne fokusohemi tek të anët negative që I sjell gjenerata e re. Unë në fakt ka shumë anë pozitive që shoh tek gjeneratat e reja. Domethënë jemi aq të fokusuar në anë negative saqë nuk po I shohim anët pozitive. Kur e përmendet domethënë si ne jemi rritur në gjeneratat pak më të mëdha, përjetimet që I kemi pasur. Konkretisht ti ma drejtore thuaj. Jo, dua të them se dhone, domethënë nuk mund të them që I përkas gjeneratës të internetit sepse në moshën time të vogël, në fëmijërin time nuk kemi pasur domethënë celulare kështu. Mirë po, dua të them që gjeneratat e reja I flasin gjërat më hapur, edhe ne si prindërit në fakt tanë, duhet të mësohen që t'i flasin më shumë, më gjerësisht, edhe pse ata ndoshta në moshën e tyre nuk I kanë biseduar, ajo ka qenë një anë negative që prindërit më parë nuk I kanë biseduar hapurazi gjitha problematika që kanë ndodhur, ndërsa tani fëmijët e kanë një komfort më të ndjeshëm. Ndoshta emocionet nuk janë që inteligjencën emocionale kanë të zhvilluar, mirë po janë pak më të ndjeshëm, janë pak më të ndikuar kur flasim për bullizmin. Domethënë bullizmi ka ekzistuar gjithmonë, ka ekzistuar edhe tek gjenerata ime, ka ekzistuar gjithandej. Kur I vëm theks, ajo etiketohet, u paketua dhe servohet si e sot bullizmi domethënë preket në mënyra shumë më të, si të them, I jepet theks shumë më të thellë. Mirë po ka ekzistuar. Unë nuk po them që rastet duhet të alarmuar, bullizmi duhet zvogluar në përmasa të vogla, mirë po si e shihni të paktën për këtë fenomen që është bullizmi, këto vitet që përjetojmë në fakt 5 vitet e fundit. Për fat të keq, bullizmi ka ekzistuar gjithmonë, është e vërtet, mirë po në një farë mënyre vitet e fundit është sofistikuar. Domethënë është në forma të ndryshme, është edhe qasja, edhe prekshmëria është më e lehtë, sepse bëhet në forma të ndryshme. Nëse bullizmin flas para disa vitesh, dhe të themi 20 vite, ka qenë në forma, domethënë dhunë fizike, dhunë psikologjike në shkollë, tani është të rinjtë e kanë në dorë në çdo moment të të bullizojnë. Domethënë e kanë telefonin në dorë, në rrjetet sociale, edhe kanë, domethënë fëmijët janë të rrezikuar nga bullizmi 24 orë. Po. Nëse kanë qasje në rrjetet sociale, aq sa kanë qasje në rrjetet sociale, aq që kanë mundësia është për të bullizuar. Edhe kjo shkon në forma më të sofistikuara, të cilat ne si prindë, si të rritur, janë pak më të panjohura. Forma për shembull që atë që folëm, ide të ndryshme që kanë të rinjtë që mund të bullizojnë në forma të pakapshme për të rriturit. Edhe kjo
kjo nuk ndalohet për fat të keq, edhe nuk mund ta ne si të rritur ose edhe si mësimdhënës ose edhe si prindër nuk mund ta kontrollojmë. Por do thoja ajo që mund ne të bëjmë është që të mbajmë afër fëmijët. Sa më afër. Sa më afër të mbajmë, të shprehen, të Kjo është mëse e nevojshme, domethënë e sugjeroni që për publikun tanë, për gjithë qytetarët tanë që ndjekin këtë emision, sa më shumë komunikim ne e trajtojmë çdo ditë trajtojmë tema të ndryshme në emisionin tonë të mëngjesit dhe e themi që komunikimi është mbi të gjithë, është çelësi i zgjidhjes të gjitha problemeve. Duhet të komunikojmë. Domethënë është shumë e rëndësishme që një fëmijë pa marrë parasysh në çfarë forme bullizohet, ose edhe nuk do të thotë që duhet jetë bullizim, ta quajmë si bullizim, mirë po çfarë do problemi që ka, të ketë një derë hapur dhe ta ketë ti qëndroj diku në prapavi ajo që ka me dikë, me mund ta ndaj këtë. Pa paragjykuar. Se shpesh prindet janë paragjykues. Nga vetë qëndrimi që tani çfarë ndodhi duke i akuzuar, fillimi i bisedës fillon me akuzë. Kjo e ndërpret komunikimin. Ky do jetë rekomandimi më i rëndësishëm. Ju sugjeroni që sa më mirë, sa më urtë të mundohemi me qëllim të mirë ta zbërthejmë për t'ia nxjerrur hallin. Edhe pse ne gjeneratat pak sa më si që përmendi Baldona, jemi pak sa më strikt, e kemi atë murin ndarës mes fëmijëve, se mundohemi që të luajmë atë patriarkun familjar akoma, por kur bëhet fjalë tek fëmia duhet të thyejmë miqdashur, duhet të jemi të gjithë. Kemi edhe këtë që neve nuk i shprehim emocionet dhe nuk tregojmë të dobët para fëmijëve, se ne jemi prindë dhe nuk jemi rritur me atë model para nesh, që prindi është prind, nuk guxon të tregoj emocione, nuk guxon të tregoj i dobët, në ndërkohë që ne kur shprehim emocione, fëmijët janë pjesë e familjes, fëmijët e shohin atë, sado që neve u apranojmë ose nuk u apranojmë, fëmijët e shohin atë, janë pjesë e asaj. U japim leje fëmijëve të shprehen, u japim në mënyrë indirekte, u japim leje që është në rregull edhe të qahet, që është në rregull edhe të tregohet që e kemi të vështirë, që është e rëndë, që kalojmë në një periudhë më të vështirë, më thënë, nëpërmjet modelit, se fëmijët mësojnë pe modeleve, nuk mësojnë nga teoria. Po, definitivisht. Është ajo që shohin para atyre. Duhet të jemi mbështetje më e madhe për fëmijët, sepse me të vërtetë përderisa edhe ne tregojmë anën tonë më të brisht, do të mundson që edhe fëmijët të tregojnë edhe çdo problematikë të vogël që ata i mundon, edhe pse për neve kemi një mesazh këtu në lidhje me temën që po e diskutojmë, thotë një shqiptare thotë, a mund të jetë bullizmi shkak i ndryshimit të sjelljes edhe kur fëmia nuk flet për të? Po, për fat të keq. Këto janë simptomet e fshehura të cilat dalin nga, domethënë nëse hulumtohet, dalin që janë rezultati i bullizmit. Domethënë fëmijët të cilët bullizohen, tërhiqen në vetvete, nuk komunikojnë. Ekstremi është tregojnë shenja somatike, domethënë që dhimbje koke, dhimbje barku, nuk duan të shkojnë në shkollë, një izolim social mund të ndodhë, nuk duan të shoqërohen, tërhiqen nga shoqëria, tërhiqen nga përditshmëria, tërhiqen nga kontaktet me familjen, domethënë një mbyllje në vetvete, janë shenja të bullizmit. Domethënë gjithë qytetarët tanë që na ndjekin këta shenja mos i neglizhoni, por të vëmë një theks, të komunikojmë, mënyra e vetme është të komunikojmë ose të kërkojmë zgjidhje tek psikologu fundi. Ose të paktën nëse jo tek psikologu privat, të mundohemi me psikologun e shkollës ta diskutojmë këtë fillimisht. Shkollat për fat të mirë, shumica e shkollave tashmë kanë psikologun e tyre, edhe është mirë, edhe është një gjë që fëmijët duhet të mësojnë të kërkojnë ndihmë. Domethënë të dinë të kërkojnë ndihmë dhe të kërkojnë atë çfarë u duhet atyre. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse gjithë jetën do t'i ndjek ky mësim. Domethënë të kërkojnë nëse është e nevojshme, të kërkojnë diçka ndihmë. Sepse kjo mund të bëhet pastaj mund të shndrohet në diçka më serioze. Edhe nuk din të shpërthejnë. Domethënë neve
ta zëm edhe në psikoterapi, në seansa psikoterapike sheh trauma të cilat nga një gjë shumë e vogël mund të jenë bërë trauma edhe të kenë zgjatur vite e vite, edhe të shfaqen mbas shumë viteve pastaj. Më thënë, bëhet një ngecje e personalitetit aty edhe aty bëhet një thurje e emocionesh, një lëmsh, si gjuhën popullore ta quajmë po. Që thotë edhe pastaj na ndikon në shumë sfera të jetës. Na ndikon në vetbesimin, në shfaqjet publike, do të thënë ka shumë efekte që i mbajmë nga fëmijëria. Do të thënë që nuk i kemi shfaqur nga fëmijëria dhe pastaj na shfaqen në një moshë të rritur kur më edhe të rriturit nuk janë edhe të vetëdijshëm nga se u vjen. Unë do të pyes cilat janë problemet psikologjike që i hasni më shpesh sot tek fëmijët. Për shembull diçka më të veçantë ose a kanë evoluim edhe problemet e fëmijëve, nëse flasim për bullizmi, a ka filluar dhe një sëmundje pak sa më ndryshe, diçka më jo e jashtëzakonshme, që po mund të themi që po merr hovë. Tani, ndikimet të fëmijët e sotshëm janë ndikimet nga më të shumtat. Më thënë, është ai presionet, do thoja, presionet janë të shumta. Janë presionet akademike që janë të mësuarit, si do dalin suksesi, arritjet që janë në shkollë. Janë presionet nga rrjetet sociale që janë shumë, për fat të keq, janë me ndikim shumë negativ edhe janë shumë të prezente në jetën e fëmijëve. Domethënë, krahasueshmëria e fëmijët nuk janë të vetëdijshëm që gjithçka që shfaqet në rrjetet sociale është njëra pjesë, njëra anë e medaljes. Domethënë nuk është realiteti, mirë po për fat të keq që fëmijët bëhen pre këtyre shfaqjeve dhe e vuajnë dhe kanë ndjenjën e pamjaftueshmërisë edhe pa më thënë ndjen me besim të ulët, inferior ndaj ngjarjeve që ndodhin sepse mendojnë që kanë mbetur mbrapa, domethënë gjithë kanë ndonjë ngjarje në jetën e tyre, këto kanë mbetur papas. Më thënë është ndikimi shumë. Kam edhe një pyetje këtu sepse kam edhe fëmijët nëpër shkollë edhe është një shqetësim i madh, ku e përmendë lakmin, fëmijët gjithmonë lakmojnë. Sot është bërë trende nëpër shkolla të shumta, fillore të flasim, mos flasim edhe ato të mesme, kush do duket si e më mirë, kush do e mban celularin më të shtrenjtë. Domethënë kush i ka këta kushte, do të jetë më i privilegjuari i shkollës. A duhet njëre për gjithmonë Ministria e Arsimit ose sistemi jon politik që t'i rikthehemi uniformave, të jemi të gjithë të njëtrajtshëm, të jemi të gjithë të njëjtë, sepse sinqerisht kjo krijon shumë probleme për shumë familje. Dhe të marrim shembull pak prej Australisë, që deri në moshën 16 vjeçare do të fillon të ndalohet celulari në shkollat fillore dhe të mesme. Rrjetet sociale të ndërpritet deri në moshën 16 vjeçare në Australi. Është shumë e nevojshme, mos e nevojshme. Është edhe kjo që thatë me uniformat, unë vërtet është shumë pozitive, sepse këto kanë atë ndjeshmërinë edhe atë statusin ekonomik, krahasohen gjithmonë krahasohen njëri me tjetrin në shkollë dhe uniforma do të ishte edhe ndalimi i pajisjeve elektronike do të ishte shumë mirë sepse vetë shkolla krijon një ambient tjetër krijon ambientin për mësim edhe e izolon, domethënë e din që kur hyn te pragu i derës shkollës, e din që ndihmon në komunikimin social të mes nxënësve, sepse fëmijët duke pasur telefonin në dorë plotësojnë të gjitha nevojat e komunikimit. Edhe nuk e shohin shokun që e kanë pranë tyre. Kjo pastaj si pasojë që nuk i shohin edhe problemet e shokut. Domethënë kur vetë komunikimi i realt krijohet këtu rrin të dy, po komunikojnë nëpërmjet telefonit, nuk shihen në sy, edhe kur nuk e sheh njeriu në sy edhe nuk mund ta dish çfarë halli ka. Domethënë shihen pas rrjeteve sociale, pas komunikimit. Pas aparateve, edhe nuk është i realt komunikimi. Zënjata, shumë prind, e shohim kohën e fundit, shumë prind ka që për ta angazhuar fëmijën, si të them, për ta larguar nga rrjetet sociale, angazhon me sporte, me kurse të ndryshme. Apo rrisim një gjenerat të lodhur,
që nga mosha e vogël, edhe unë në moshën time kam qenë angazhuar në kurse, kam qenë angazhuar ndoshta edhe në not, mirë po kanë qenë domethënë angazhime minimale, që ndoshta 2 deri në 3 herë në javë i kam frekuentuar. Mirë po tash e shoh disa prind që kanë fëmijë, i çojnë në balet, i çojnë në piano, i çojnë në sport, i çojnë në kurse të ndryshme të gjuhës. Unë mendoj që është shpëtimi më i mirë për sot, mirë po është angazhimi edhe e tepruar drejtoroa, nuk mendon? Jo, mendoj është e që u tepruar. krijohet rutinë, mendoj që u krijohet rutinë fëmijëve dhe janë të prirur për Mos e po të nevojshme. njëjtën e bëj me fëmijët e mi, për shembull me djalin tim, kam në 5 aktivitete kam. Gjatë gjithë javës e kam të angazhuar. E ka Trini ja, një e ka kurs të ditën e tjetër. mbushur. Dhe e kërkon vetë, i them se unë jam shkaktari që i them, mos me babën tash në ora 5, duhet të pushoj, mos shko atje. Jo thot, hajde çom, më dërgo. E kërkon, si është bë si bioritëm i nevojshëm. Po jo çdo fëmijë ka energjinë këtë kanë më të dëshirën, fuqishme se sa siç e kemi patur ne. Rutina është mos e nevojshme. Domethënë rutina e përditshme është mos e nevojshme. Për fat të keq në për shkollat nuk domethënë e kanë orarin e shkurtër të mësimit, pastaj janë shumë të ngarkuar në mësime. Edhe kjo mban që janë të ngarkuar. Do thoja më e dëmshme është ajo që prindërit të cilët i çojnë fëmijët në aktivitete të ndryshme, pritshmërit janë shumë të mëdha. Ky është dëmi që mund t'i bëjë një fëmijë, se aktiviteti nuk që bën gabim prindi do thuash, si aktivitet nuk u bën keq. Domethënë nëse pas mësimi shkon në një aktivitet të cila i jep kënaqësi. Domethënë është relaksuese, e përmbush, është sport, është balet ose diçka tjetër. Kur prindi e çon në balet me detyrim, edhe kërkon nga fëmia që të jetë më i miri. Prima balerin. Prima balerin. Këtu qëndron presion, këtu vjen presioni pastaj i fëmijës, që domethënë edhe prindi duhet mbaj atë balansin domethënë e kërkesave ndaj fëmijës. Se edhe fëmia nuk është robot. Normalisht. Është normal, është okay, edhe mos jetë shumë i mirë në shkollë. Është domethënë fëmin është një temë tjetër pastaj se dalim në tema tjera që prindët e sotshëm janë pretendojnë t'i bëjnë të përkryer fëmijët e tyre. Unë investoj, fëmia nuk është biznes. Ti do investosh, po do shohësh edhe kapacitetet e atij, do shohësh edhe dëshirat e secili fëmijë është identitet në vete dhe shumica prindërve presin të plotësojnë dëshirat e tyre të fëmijërisë tek fëmijë. Përmjet fëmijëve. Ky është gabimi më i madh. Ndërthuren shumë gjëra dhe shumë faktorë të cilët negativisht ndonjëherë ndikojnë në fëmijë. Është në rregull, është shumë unë favorizoj domethënë fëmijët që shkojnë e arsyetoj fëmijët që shkojnë për aktivitete, por të gjenden aktivitete të cilën e përmbushin në fëmijën, edhe jo detyrime të cilat do ose dëshira të cilat do prindi t'i plotësoj. S'ka mundur unë të bëhem futbollist, do bëhesh patjetër futbollist. Nuk e mbanuji këtë teori. Po, domethënë është ngarkesë edhe vetëm presion për fëmijën. Megjithatë, ne duhet t'i shohim fëmijët me gjithë qenjen e tyre, me gjithë kapacitetin e tyre, me gjithë aftësitë e tyre dhe përbrenda mundësive të tyre të bëjmë më të mirën e mundshme. Ne duhet të bëjmë nga fëmijët më të mirë, verzionin më të mirë të mundshëm, jo verzionin ton më të mirë. Por ne realisht pa vedi shndrohemi në prindër të lodhur, fëmijë të heshtur, sepse ata e miratojnë, ndërsa ne jemi ata të cilët i lodhim me kërkesat tona, ndonjëherë edhe banale, por kjo duhet jetë një këshill për të gjithë, që të paktën të mundohemi të dëgjojmë, të komunikojmë sa më shpesh, që fëmia të ndjehet i dëgjuar. Të ndjehet i dëgjuar dhe të ndjehet pjesë e familjes, jo vetëm aprovuesi dëshirave dhe se kemi shumë pyetje, është temë shumë e bukur, është edhe shumë kam kënaqësi kur kemi psikologë këtu. Si mundet për shembull prindërit ti dëgjojmë fëmijët pa i gjykuar. Tash mos fokusohemi vetëm tek fëmijët, se fajtor janë edhe prindërit, shumicën e rasteve. Si do mundohemi ti dëgjojmë pa i gjykuar? Edhe për të ndërlidhur në një pyetje të vetme, pa i gjykuar, mirë po edhe për të llogaritur si individ të vetëm. Pra jo fëmijë, ti je fëmijë. Po. Për fat të keq, qasja e prindërve shpesh, jo gjithmonë, është që janë të gjithë ditur. Edhe që e di unë se përvoja që kemi kaluar ne në jetë nuk na bën më të mençur për situatën e tyre. Domethënë, gjithmonë duhet të bëhemi update për problemet e tyre.
në një farë mënyrë edhe të shohim se ajo që ndonjëherë ne nuk na duket shumë problematike edhe si gjë e kalueshme, për fëmijët mund të jetë gjë shumë e madhe, shumë e rëndësishme. Edhe gjithmonë me të dëgjuar fëmin e shohim rëndësinë e se çfarë do të thotë për fëmin ky problem, jo çfarë është për ne. Se ne nga përvoja jonë thëmë, hama se do kaloja, nuk është një problem. Për fëmin mund të jetë shumë gjë e madhe. Për një fëmijë pa përvojë që për herë të parë shfaqet me një problem të tillë mund të jetë një gjë shumë e madhe. Dhe këtu është mjeshtria e prindit, të them, ta dëgjoj, edhe ta shoh rëndësinë e problemit që është për fëmijën, jo për ne si prind. Më thënë, qasja pa paragjykim në kupton këtë që të ulem edhe pa paragjykuar, po kjo ushtrohet. Nuk është e lehtë, thash edhe një ndryshimet nuk vinë të lehta edhe është shumë a lehtë i thuash mos fol ose sepse ne reflektojmë atë që e kalojmë gjatë gjithë ditës dhe mbrim në shtëpi pa vetdije, duke i mos përfillur fëmijët, të cilët mund të kenë një hall, vetëm thjesht u ambyllim gojen pa vetdije edhe këtu, sepse pastaj kur do trashet zullumi do themi çfarë bëm, nuk kemi mundësi ta kthejmë kohën mbrapa. Pikërisht i mbajmë këto tema, i diskutojmë që mos bëhet vonë nesër, por të fillojmë prej sot të reflektojmë mbi ato që i kemi rreth rrotull. Do duhet si shoqëri t'i bëjmë. Për të ndërlidhur pak a shumë edhe me profesionin tuaj, pasi që jeni edhe psikolog dhe psikiatër, psikoterapiste, më falni. Ka raste të shumta të cilat kalojnë domethënë nga këto si themi ne problematika të thjeshta deri tek ato pak më të themi më të ndërlikuara, komplikuara. Si po ballafaqohemi si shoqëri me sepse qëndron të jetë të paktën psikoterapia qëndron të jetë ende më tabu në vendin tonë, edhe pse psikologjia ka marrë atë hapat e saj të sigurta, mirë po të drejta që po ndodhen tek shoqëria më e re, e shohim që të rinjt janë më të hapur për të biseduar edhe me psikologët, mirë po kjo pjesa e psikoterapisë sa janë edhe prindërit, domethënë kur e shohin një problematik pak më të komplikuar, sa po mirën masat adekuate për fëmijët. Do thoja edhe pse shkon në hapa të ngadalta kjo stigma, prishja e stigmës që është për psikoterapin, por nuk është edhe aq tabu. Ndoshta tabu duket nuk flitet hapur, por ka të ri edhe prindër edhe të rritur që kërkojnë ndihmën e terapistit, edhe e shohin të arsyeshme edhe i shohin të thoja anët pozitive edhe favorit që u ndihmojnë për të vazhduar në jetën e përditshme. Për fat të keq, disa herë vinë terapi, kjo vetdia se kur duhet të kërkojmë ndihmë, për fat të keq disa herë është me vonesë, por asnjëherë themin kur nuk është vonë kur kërkojmë ndihmë. Domethënë gjysmën e problematikës e kemi zgjedhur vetëm me atë që kërkojmë ndihmë dhe jemi të vetëdijshëm që ka një problem. Problemet e fëmijërisë, siç e thash edhe më herët, shfaqen edhe në moshë të rritur. Domethënë ne i ndjejmë pasojat. Tipsat në jetë që kemi kaluar, pasojat i kemi. Sa më shpejt ndikohet e të rit, aq më stabil bëhen emocionalisht, sepse pse janë të rit më të ndjeshëm, sepse ato tani formojnë mekanizmat e kontrollit emocional. Do të thënë janë në fazën kur të rit janë për krah të gjitha presioneve të cilat kanë në përditshmëri, ato krijojnë atë stabilitetin emocional edhe që flet shumë se si do funksionojnë si të rritur. Do të thënë se si e formojnë stabilitetin mekanizmat të cilat edhe e formojnë identitetin e tyre, ndikon shumë se sa të suksesshëm edhe sa stabil emocionalisht do jenë edhe si të rritur. Më thënë, është shumë e rëndësishme që të rritë të mësohen të kërkojnë ndihmë kur kanë nevojë. Edhe kjo, më thënë, do thoja edhe nga ana tjetër, nëse disa herë kërkohet ndihmë edhe kur një ditë dy nuk ndjehe mirë edhe kërkojnë ndihmë, por sepse nuk janë mësuar,
Do ndërlidhe me temë tjetër, prindët shpesh angazhohen për t'i argëtuar fëmijët e tyre dhe sikur fëmia nuk guxon të jetë i mërzitur. Fëmia duhet t'i njohë të gjitha emocionet, edhe mërzinë, edhe pikëllimin, edhe trishtimin, domethënë është në rregull që t'i njohë të gjitha nga pak. Por është alarmante nëse për shembull ndikon mos jetë aftë të vazhdojë përditshmërinë, domethënë nëse ky trishtim vazhdon më shumë se 2 javë edhe fëmia nuk është ose edhe një i rritur nuk është në gjendje të vazhdojë rutinën e përditshme të jetës, edhe domethënë është mbyllur, ka mbetur aty, shfaq shenja depresive, atëherë është më se nevojshme dhe më alarmante për të kërkuar. Atëherë në qoftë se kemi një problematikë këtu në shoqërinë tonë, kemi zakonisht problematika që ti diskutojmë kështu pa dorashka. Fëmijët bullizohen në shkollë, kanë problematika të shumta, e diskutojnë me kujdestarin e klasës, niset te psikologja te drejtoresha, gjithmonë falen këta. A duhet t'i falim gabimet e atyre që bëjnë që bullizojnë të quajmë, se dikur jemi bullizuar të gjithë, por sot bullizimi ka marrë formë tjetër sepse filmohet. Në kohën e nuk i kishim teknologjinë. Sot ka marrë një formë, një evoluim, update të reja janë krijuar dhe merr forma të tjera dhe për masa më të shumta. Dikur mund të talleshim 3-4 veta, po mbeteshte aty. Ndërsa sot merr jehon shumë më të madhe. A duhet njëri përgjithmonë që funksionet arsimore që të penalizojnë fëmijët që të themi që bullizojnë? Bullizmi si formë e Tash se është quajtur bullizmi, po presioni ose si mund ta quajmë po. Fizik, psikologjike e të gjitha. Për fat të keq përfshin tre faktorë, domethënë 3 aktorë të bullizmit kemi. Kemi viktimën, kemi personin që bullizon, bullizuesin dhe kemi dëshmitarin. Që hesht. Ajo që në përditshmërinë tonë, për fat të keq, nuk shihet që ne merremi me viktimën dhe merremi, domethënë, në mënyrë e shoqisim problemin me viktimën, që është shumë në rregull, shumë okay që duhet merremi me viktimën, mirë po ai bullizuesi asnjëherë nuk është rastësisht bullizues. Ka shumë gjëra që fshihen mbas bullizuesit. A mund të jetë i bullizuar në shtëpi? Mund të ketë agresion në shtëpi që e shfaq, sepse bullizmi është formë e dhunës ndaj më të dobtit zakonisht. Mund të jetë më i dobët ai në shtëpi dhe këtu të jetë më i fortë, reflekton në shkollë. Edhe tjetra është me dëshmitarin. Sepse nëse ne nuk merremi me dëshmitarin nëpër shkolla, që zakonisht nëpër shkolla duhet të merren këto 3 elemente të bullizmit, ai mund të jetë ose një i bullizuar në të ardhmen ose bullizues. Nga vetë ajo që nuk e paraqet, nuk e lajmëron, e bën pjesëmarrës në bullizëm. Domethënë zinxhiri vazhdon të krijohet. Vazhdon, pastaj ai mund të jetë viktim ose mund të jetë edhe bullizues, domethënë varësisht për situatës që ka. Unë do doja të përshkrimet familjare ndonjëherë, se tash duhet të marrim referenca jetësore që t'i parashtrojmë, sepse edhe formatin e emisionit e kemi të tillë. Ndonjëherë kur shkoj në shtëpi, kam një qetësi absolute. Por e vërej se kjo qetësi duket sikur ka një vulkan të brendshëm. A është gjithmonë qetësia diçka që gurgullon nga brenda? Sepse ditët normale janë normale, por ka ditë kur bëjnë diçka fëmijët, e shfaqin e manifestojnë tek unë personalisht, e manifestojnë me qetësi absolute. Duhet t'i diktoj se sikur po vlon diçka nga brenda edhe pse ka qetësi, Të gjithë prindrit duan ta kenë problemin tënd. Jo, sepse pastaj është e zhurmshme. Se duket qetësi, por realisht diçka nga brenda gurgullon. E di si drejtëra, sa më shumë njohim antarët e shtëpisë, aq më të vetëdijshëm jemi për atë që diçka po ndodh. Shpesh si prind intuita të dirigjon se çfarë duhet të bësh. Ne zakonisht kërkojmë rregulla, kërkojmë sugjerime, kërkojmë rekomandime, por të qenurit prind na bën shpesh intuita
që diçka nuk është në rregull. Por sa e zhvillojmë këtë intuit ne në përditshmërinë tonë, është shumë e ndryshme në familje të ndryshme. Do me thënë ti, nëse e more shembull vete, nëse ti e mësuar që fëmijët e tu të tregojnë përditshmërinë e tyre që është shumë e shëndetshme. Do me thënë, kur në familje është shumë e shëndetshme që secili të tregoj si ka kaluar dita sot, me të mirat e të këqijat e tyre, me sukseset dhe dështimet e tyre, është mëse e nevojshme. Do me thënë, shtëpia t'jetë vendi ku të gjithë... Qoftë edhe me gënjeshtra, veç të shprehen, na? Apo jo? Tani, kemi raste nëse bëjmë ambient, ndonjëherë gjithmonë është kjo që sa u japim hapësirë për ta treguar të vërtetën. Nëse në shtëpi bëjmë një ambient që do gjykohemi, fëmijët gjenden me gënjeshtra. Do kemi edhe gënjeshtra, varësisht se sa u kemi lënë. Jemi në 5 minutat e fundit. Në minutën e fundit jemi, momentalisht, po, dhe nga regjia po më shkruan, domethënë është një temë do të thënë fantastike për mënyrën se si ne po e trajtojmë, mirë po problematika që ndrojnë të jenë, mirë po unë besoj në gjeneratat e reja, besoj që do të kanalizohen të gjitha këto problematika, do të ketë zgjidhje për të gjitha, mirë po këshilla juaj tek prindërit, tek ata të rinj që po na ndjekin, si mund ta përmirësojmë jetën tonë dhe njëherë për gjithmonë të vazhdojmë pa këto problematika që gjithmonë na ngrej nga pas, kështu hapa të mbrapa t'i bëjmë, mirë po të ecim përpara dhe me të vërtetë ta shohim potencialin e plot edhe tek fëmijët, edhe tek familja, tek prindërit të krej. Gjithsesi që besojmë te gjeneratat e reja, edhe ato janë energjia jonë, edhe janë ardhmëria jonë, edhe atë që do rekomandoja unë te prindët është e diskutuam që mos presim të plotësojmë dëshirat tona, që fëmijët të plotësojmë dëshirat tona, ti pranojmë ashtu siç janë, sepse kur edhe fëmijën, edhe një të rritur, nëse e pranon ashtu siç është gjithmonë, performancën e ka më të mirë, edhe komunikimi t'jetë më i hapur me fëmijët dhe domethënë unë prindërve do të sugjeroja praktikoni bisedën e përditshme, të paktën 10 minuta në ditë me fëmijën pa e gjykuar. Pa dorashka. Pa e gjykuar, duke heshtur, duke qenë aty dhe duke dhënë sinjal që unë jam këtu, çfarëdo që të ketë ndodhur. Domethënë pa e gjykuar, sepse është shumë e rëndësishme për stabilitetin e tij emocional, për zhvillimin emocional të tij dhe për mbështetjen e pa rezervë. Shpresojmë që të reflektojmë mbi këto që i thehet, shpresoj që të bëhemi të gjithë të tillë. Unë ju falenderoj shumë për ditën, për mundësinë, për gjithë këto fjalë të mira, për gjithë këto këshilla, për gjithë shikuesit tanë, por kur flasim shikuesit, këshillova për vete, fillimisht, dhe sigurisht që edhe të tjerët. Shpresoj që t'ju kemi më shpesh sepse janë tema të cilat duhet shumë të diskutojmë. Për të patur një shoqëri sa më të mirë. I dëgjojmë shumë rreth nesh, mirë pas njerë kështu të themi me sinqeritet, të flasim me të vërtetë problematikat thelbësore që i kemi si shoqëri, si prindër, si fëmijë, si gjenerata. Unë doja zonjën Arta të kemi pas vitit të ri edhe një herë në emision dhe do ndalemi në disa pika interesante për diskutuar. Faleminderit shumë edhe një herë.